Mirë se vini në edicionin ton të lajmeve 21 Live News. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa thasë është duke i shqyrtuar 7 ankesa të subjekteve të dorëzuara në përmbyllje të afatit të ankesave lidhur me rezultatet përfundimtare. Ka përfunduar afati për ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. PZAP bëri të ditur se ka pranuar gjithsej 7 ankesa. Për të gjitha ankesat e pranuara, PZAP do të vendos brenda afatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. Ankesa e fundit e regjistruar sipas të dhënave të PZAP-s është dorëzuar nga subjekti politik Lista Serbe, e cila ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të KCZ-s. Rasti ndodhet aktualisht në procedurë shqyrtimi. PZAP bëri të ditur se në këtë institucion 2 ankesa u dorëzuan edhe nga kandidati për deputet i PDK-s, Bekim Haxhiu. Njëra prej tyre ka të bëjë me shpërndarjen e ulseve në kuvend, ndërsa tjetra lidhet me parregullsi të pretenduara gjatë numërimit të votave me post. Ndërkohë 2 ankesa janë parashtruar nga subjekti politik Nova Demokratska Stranka, të cilat lidhen me pretendimet për parregullsi me vota, konkretisht me fletvotimet. Ankesë të ngjashme për parregullsi në votim kanë paraqitur edhe koalicioni PAI PDAK LPB si dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Të gjitha rastet sipas PZAP-s ndodhen në shqyrtim e sipër, ndërsa palët kanë të drejtë ankese edhe në Gjykatën Supreme dhe vetëm pas konsumimit të afateve ankimuese KCZ-s i hapet rrugë për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të mos miratuar listën e kandidatëve për deputet të listës serbe është në kundërshtim me të drejtën e qytetarëve për të zgjedhur në mënyrë demokratike përfaqësuesit e tyre, thuhet në deklarim të ambasadës amerikane në Prishtinë, e cila thotë se çdo përpjekje për të shkelur këtë parimbaz minon partneritetin mes Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Më 31 janar, KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, por gjatë mbledhjes anëtarët e komisionit miratuan listat e kandidatëve të gjitha partive përveç listës serbe. 3 anëtarë të KQZ-s votuan për, 2 kundër nga lëvizja vetëvendosje dhe anëtarët tjerë abstenuan. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë për mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për parregullsi gjatë numërimit të votave në komunën e Podujevës. Prokuroria në Gjakov ndërkaq ka ndaluar për 48 orë një tjetër person në ndyshimet për falsifikim të rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit në Malishev. Prokuroria ka bërë të ditur se ekzistojnë dyshime për parregullsi gjatë procesit të numërimit të votave në Podujev, përkatësisht mos përputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputet në Kuvendin e Kosovës. Në Podujev, pas procesit të rinumërimit më së shumti dallime në vota, kishin kandidatët të lëvizjes vetëvendosje. Vendenis Lahut janë hequr 407 vota, Ejup Macedoncit 389 vota, kandidatës Adelina Stubla 224 vota. Kandidatës së PDK-s për deputete, Ditjona Statovci, janë hequr 230 vota. Ndërkohë, pas nisjes së hetimeve, kryesuesi komunal zgjedhor në Podujev, Islam Demolli, tha se është i gatshëm të bashkëpunojë me institucionet e drejtësisë, por që ende zyrtarisht nuk është njoftuar për nisjen e hetimeve. Lajmin për fillimin e hetimeve nga policia, nga prokuroria, që do të filloj së shpejti sigurisht, e ko marrë nga mediat, deri në tash nuk më kontaktua askush, lidhur me keq menaxhim nëse e votave në qendrën komunale të numërimit. Ka apo s'ka fakte, nuk e dim, ne kemi menaxhuar me qendrën e numërimit si Komision Komunal i Zgjedhjeve, gjatë periudhës sa ka funksionuar qendra komunale e numërimit, nuk ka pas asnjë ankesë as nga kandidatët, as nga subjektet politike. Arsyetim të ngjashëm ditë më parë pati edhe kryesuesi komunal zgjedhor në Prizren, i cili tashmë ndodhet në paraburgim 1 mujor. Në Prizren në paraburgim 30 ditësh përfunduan 29 vëzhgues dhe komisioner. Arrestime kishte edhe në Malishev dhe për manipulim të votave 15 komisioner dhe vëzhgues përfunduan në paraburgim prej 1 muaji.
Prokuroria në Gjakov ka ndaluar për 48 orë edhe një person tjetër me dyshimet për manipulim të votave në Malishev, ndërkohë aksione policore lidhur me manipulimet me vota pati edhe të dielën në Mitrovic. Të paktën 34 persona janë ndaluar për 48 orë nga Prokuroria Themelore në Mitrovic për shkak të dyshimeve se kanë manipuluar me rezultatin zgjedhor në komunat e Mitrovicës, në zveçanë Zubin Potok dhe Lepo Savić. Koordinatorja kombëtare për zgjedhjet në Prokurorinë e Kosovës ka vlerësuar se manipulimet e konstatuara në zgjedhjet e parakohshme të 28 dhjetorit janë të papritura dhe me përmasa që nuk janë parë prej vitesh. Vetëvendosje për kundër vendimit të kushtetuesës vazhdon avazin e vjetër se lista serbe nuk i takon postin në kryetarit të kuvendit për shkak të, siç thuhet, veprimeve të saj kundër shtetësisë së Kosovës. Juristët ndërkaq paralajmërojnë për pasoja juridike nëse nuk respektohet vendimi i gjykatës. Konstituimi i kuvendit mund të përfundojë sërish në gjykatën kushtetuese nëse deputetet e partive parlamentare nuk e respektojnë vendimin e fundit të gjykatës, i cili ka dhënë të drejtë liste serbe si grupi më i madh parlamentar nga komuniteti serb ta ketë postin e nënkryetarit. Juristi Anton Recaj ndër të tjera paralajmëron deputetet se duke vepruar ndryshe do të bënin shkelje të tjera kushtetuese. Të gjithë deputetët cilët e kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët do ta votojnë një kandidat i cili bie ndesh me atë çka ka thonë gjykimi i gjykatës kushtetuese, fillimisht ata kanë shkelur që të gjithë e kanë shkelur dhe nuk e kanë respektuar kushtetutën, atë gjykimin e gjykatës kushtetuese i cili përcakton normat dhe se si do duhet të konstituojë kuvendi, këtë rast se si do duhet të zgjidhej edhe nënkryetari i cili vjen nga komuniteti jo shumicë, në këtë rast komuniteti serb. Por pavarësisht këtyre paralajmërimeve, deputetët e vetëvendosjes dhe as të partive të tjera nuk kanë dhënë sinjale të qarta se mund të votonin një kandidat nga lista serbe për nënkryetar të kuvendit. Deputetja e zgjedhur e vetëvendosjes Mimoza Kusari tha se ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë në këtë pikë, por përmendi disa prej arsyeve pse nënkryetari i kuvendit nuk duhet të zgjedhet nga lista serbe. Ky subjekt nuk ka tregu as vullnetin minimal për të marrë përgjegjësi apo për të tregu distancim mbi aktet të tmerrshme që drejtues të lartë të këtij subjekti i kanë bërë kundër shtetit të Kosovës, kundër institucioneve, sovranitetit dhe me vrasjen e policit apo rënjen e detyrë të policit Herojton Afrim Bunjakut. Ish kryetari i kuvendit Dimal Basha e ka kundërshtuar vendimin e gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se ai nuk është në harmoni me rregulloren e punës së kuvendit. Basha ka dhënë sinjale se do të i mbrojë veprimet e tij edhe në të ardhmen, pasi kishte propozuar që përmes shortit të zgjedhet nënkryetari i kuvendit deputeti Nenad Rashić. Sipas rregullorit të kuvendit, e drejta i takon për interpretimin e rregullores i takon kryetarit të kuvendit. Do të thotë këtë rast, kryetari i zgjedhur i kuvendit mund ta shpallë kuvendin si të konstituuar me zgjedhjen e nënkryetarit. Por që kuvendi mund të vazhdojë punën e tij duke mbajtur seancat dhe mund të vazhdojë punën e tij natyrisht deri në momentin kur i njëjti vendim mund të kontestohet sërish në gjykatën kushtetuese. Profesoresha Arta Tahiri vlerëson se partive politike ju mungon bashkëpunimi për të ikalimin e sfidave në formimin e institucioneve të reja, prandaj sipas saj po ndodhin bllokada politike. Tahiri pret që përmes një marrëveshjeje politike të ikalohen sfidat, përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit të ri. Besoj që duhet këtë një marrëveshje, është jashtëzakonisht edhe jetike ose moral politik që subjekti i parë i cili propozon në këtë rast presidentin apo presidenten të ketë një marrëveshje të cila krijon stabilitet. I duhet një marrëveshje politike pavarësisht se ka 51% të votave zotri Kurti për të kaluar disa ligje ndërkombëtare të cilat janë të rëndësishme për shumicën parlamentare dhe ishte shumë e shëndetshme të kishte një koalicion me subjekt tjetër në këtë rast me RDK-n ku po shihemi më të përafërta. Nëse jo, do vazhdo siç ka vazhduar dhe 4 vite nga e kaluara dhe e rëndësishme është që shteti mos shkojë në proces
tjetër jashtë zgjedhor për çështjen e presidentit. Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit nga KQZ-ja dhe përfundimit të afatit për ankesa, hapet rruga për konstituimin e kuvendit me zgjedhjen e kryetarit të ri dhe 5 nën kryetarëve, 3 nga partitë më të mëdha shqiptare dhe 2 nga komunitetet pakic, serb dhe jo serb. Kosova duhet urgjentisht të formoj institucionet e reja, sidomos të bëj konstituimin e kuvendit, pasi nga Komisioni Evropian i thanë radio-televizionit 21 se në rast të mos ratifikimit të marrëveshjes për planin e rritjes së Bashkimit Evropian, vendi mund të mos përfitoj mjete nga ky plan. Një zëdhënës i Komisionit Evropian tha për radio-televizionin 21 se të vetmet shtetet që nuk kanë përfituar nga plani i rritjes vazhdojnë të mbesin Kosova dhe Bosnia-Hercegovina. Komisioni bëri të ditur se ka miratuar 6 agenda të reformave dhe se deri më tani vetëm 4 shtete kanë përfituar. Komisioni tha se është i gatshëm të ndihmojë partnerët e Ballkanit Perëndimor të përshpejtojnë reformat e papërmbushura brenda periudhës së tolerancës. Komisioni përmendi edhe rreziqet që ka Kosova të humbas këto mjete si shkak i vonesave për formimin e institucioneve. Periudha e tolerancës për hapa që duhet të përmbusheshin në fund të vitit 2024 përfundon në fund të vitit 2026, ndërsa për hapa që duhet të përmbusheshin në mesin e vitit 2025 përfundon në mesin e vitit 2026. Për këtë arsye ne po u bëjmë thirrje partnerëve që të intensifikojnë përpjekjet për zbatimin në kohë të reformave, përpara periudhave të ardhshme të raportimit. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, vetëm Kosova dhe Bosnia nuk kanë arritur që të marrin mjete nga plani i rritjes. Ndonë se Bosnia është e blokuar nga Republika Serbe, Kosova u blokua nga vetë subjektet politike, të cilat hynë në një krizë politike që nga nënshkurti, e cila prodhoi zgjedhjet e 28 dhjetorit. Avokati Ardian Bajraktari vlerëson se subjektet politike mund të flasin për formimin e institucioneve vetëm në pjesën e dytë të muajit shkurt. Dhe vetëm pasi të jetë siguruar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në raport me këto dy mekanizma, panelin zgjedhor dhe Gjykatën Supreme, mund të bëj certifikimin e rezultateve, e pastaj natyrisht fillon me rrjedh edhe afati prej 30 ditësh sipas të cilit institucioni presidentes, përkatësisht presidenti i vendit ka detyrim kushtetues me ftu seancën konstituive të kuvendit. Sipas këtyre parametrave, po besoj që afërsisht ka pjesa e dytë e muajit shkurt do të mund ta presim ftesën përkatësisht thirrjen e seancës konstituive. Deri më tani nga plani i rritjes i Bashkimit Evropian, më së shumti vlerësohet se ka përfituar Serbia me mbi 167 milion euro, e pasuar nga Shqipëria me mbi 163 milion euro, Macedonia e Veriut me mbi 80 milion euro dhe Mali i Zi me mbi 45 milion euro. Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Jeton Kelmendi thotë se subjektet politike do duhet që me urgjencë të paktën të konstituojnë kuvendin. Të ratifikohet buxheti, pra që Kosova të tashmong ndonjë krizë buxhetore, sepse pa miratimin e buxhetit sigurisht se do të ketë krizë, pastaj nëse arrihet një marrëveshje e mundshme për zgjedhjen e kryetarit ose kryetares së shtetit, në rregull. Nëse nuk arrihet, le të shkojnë zgjedhje, le të bëjnë këso lloj telenovelash, po s'pakut mos e lën Kosovën dhe qytetarët e saj pa buxhet të ratifikuar dhe pa ratifikim të dy marrëveshjeve që janë urgjente, sepse bëhet fjalë për miliona. Vonesat në certifikimin e rezultatit zgjedhor të 28 dhjetorit kanë vonuar edhe formimin e institucioneve të reja. Në këtë situatë, nëse kuvendi nuk arrin të konstituohet brenda muajit shkurt, qytetarët në Kosovë që nga 1 marsi rrezikojnë të mbesin pa paga, pensione dhe skema sociale, pasi që subjektet politike shkuan në zgjedhje të reja, pa miratuar buxhetin për vitin 2026, rrjedhimisht edhe pa miratuar marrëveshje ndërkombëtare, nga të cilat përfiton Kosova. Gjykata themelore në Prishtinë e ka dënuar me 13 vjet burgim Muhamet Ali Demajn, i akuzuar për krime lufte kundër popullsisë civile gjatë vitit 1999 në fshatin Izbic. Familjarët e viktimave kanë konsideruar sidonim të ullët dhe kanë paralajmëruar se do të ushtrojnë ankesë.
Gjatë i rigjykimit, gjykata themelore në Prishtinë e ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 13 vjet burgim Muhamet Ali Demajn, i akuzuar për krime lufte, përkatësisht për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Izbicës. Gjykata themelore në Prishtinë, Osnovni sud u Prištini, Departamenti specijalni departman, trupi gjykues, sudsko veće, pas përfundimit të shërtimit gjyqësor, končanja sudskog postupka, pas këshillimit dhe votimit, nakon savjetovanja i većanja, sot me datën 02/02/2026, ndaj të akuzuarit Muhamet Ali Demaj, optuženog Muhamet Ali Demaj, me shënime personale si në shkresat e lëndës, podacima kao u spisima predmeta, është fajtor krivje, se ka kryer veprën penale në bashkëkryer krivično delo u saizvršilaštvu, krime të luftës kundër popullsisë civile, trupi gjykues, sudsko veće, në bazë të dispozitave të akuzuarit optuženog Muhamet Ali Dema Muhamet Ali Demaj, e shpall fajtor dhe gjykan proglašava krivim i sudi me dënim burgu në kozgjatër prej 13 viteve. kaznom zatvora. Familjarët e viktimave kanë reaguar duke cilësuar si shumë të ullët dënimin. Vendimi na duket shumë i ulët, mirë po gjykata ka marrë vendim edhe çka kena na me thonë për te gjykatës. Muanku ke muanku, so kena me arrit qëllimin ton jetë më po. Kodi penali i Jugoslavisë për rëk ka qishtu, belen maksimum. Se për neve edhe 15 vjetë normalisht që është pak. Unë personalisht nuk e kom po që e ka vro asnjë. Unë e kom po që ju ka prin serbe me hinë shotin Izbicë. Qka se kom po nuk muna me honë që e kom po të vro. Mirë po a dit një Izbicë nuk ka po zdorësëm. A dit jë një krismat e tenkav, tupav, të kaloshav, të pushkve, edhe jënë masakru 137. Në gjykimin e parë, Ali Demaj, që sipas akt akuzës ishte pjesëtar i forcave policore dhe ushtarake serbe gjatë periudhës së luftës, ishte dënuar me 15 vjet burgim. Në Izbicë të Skënderajt, forcat serbe vranë 130 persona në mars të vitit 1999. Ali Demaj ishte arrestuar në mars të vitit 2021 dhe ishte dënuar në korrik të vitit 2024, por një vit më vonë, gjykata e apelit e ktheu në rigjykim rastin. Si në gjykimin e parë, ashtu edhe në rigjykim, Ali Demaj, shtetas i Serbisë me nacionalitet shqiptar, ishte deklaruar i pafajshëm për krime lufte. Zahrie Podruqa, e cila ishte dënuar me 4 vjet burg në vitin 1998, tha në procesin gjyqësor se torturat e përjetuara nga gardiania serbe Nadica Çepkenović nuk do t'i harroj kur. Ajo rrëfeu para gjykatës për trajtimin çnjerëzor ndaj të burgosurave shqiptare në burgun e Prishtinës, paralelja për femra në Lipjan. Mbaj mend që për çdo muaj rregullisht më ka torturu kur pa ndalë. Gjatë bombardime për çdo ditë. E lëshojke magnetofonin me zot lartë për mos muni brima, edhe ka përdorë dhunë të vazhdueshme. Ky është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në përshtu maqina sot kime dhe për tu, edhe më ka gjresh. Që shumë ka bonona, e ka qitë fotografin, e ashtë në thaqit në tokë, edhe më kanë torturu sa kanë mund. Deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mështi me shkel fotografinë e ashtë më thaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund i kom thonë, në zirë revolën në vramë, se nuk e shkeli se është dhoja. Edhe ishe burgosura tjetër Jehona Krasniqi Morina, tha se ballafaqimi me të akuzuarën pas gati 3 dekadash përbën një pikë these për viktimat. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet, ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme, ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm në mënyrë të pandërprer me gjitha të burgosurat, nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madhë psiqike fizik, deri në livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa,
është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Melvyde Saraçi, e cila tha se dhuna e përjetuar në burg i ka lënë pasoja të rënda edhe në dëgjim, deklaroi se sot kishte të vështirë të dëgjonte seancën gjyqësore. Po me atë shikim që është cilë atje edhe sot ka hyrë në sallë, me atë ignorancën e vetë, me atë ftyrën e kriminales, me atë ftyrën e shpirtëzezës, na ka shiku të gjitha me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitore sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, për më vjen keq që ne pagujmë taksa, edhe ju gazetarë dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që ajo të ushqet me taksat tona. Një kriminale tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat munges që në mënyrë për neve grave vajzave që mi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psikikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrinë qëllërmëtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptarë dhe gjithçka tjetër. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca fillestare ndaj të akuzuarës Nadica Çepkenović, e cila akuzohet se ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare, duke keqtrajtuar në mënyrë sistematike të burgosurat shqiptare në kohën kur ishte gardiane në burgun e Prishtinës. Paralelja për femra në Lipjan. Përdorimi i inteligjencës artificiale për këshilla shëndetësore po bëhet gjithnjë e më i kapshëm nga qytetarët, por mjekët dhe ekspertët e teknologjisë paralajmërojnë se informacionet nga platforma si ChatGPT duhet të merren me kujdes dhe vetëm pas konsultave profesionale. Inteligjenca artificiale po shtrihet gjithnjë më shumë në fusha të ndryshme të jetës, duke përfshirë edhe sektorin e shëndetësisë. Qytetarët shprehen se përdorin motorët e gjenerimit të informacionit të llojit si ChatGPT për marrjen e këshillave shëndetësore. Po, konsultohemi nga një herë me ChatGPT-n, që thashtë, për çështje shëndetësore. Për shembull, për çka? Po, nëse një herë dam dikon koma ose koka ose çka më përdor. Inteligjencën artificiale nuk është e përdorur çaq shumë për shëndet, pasi që është një temë pak më serioze, edhe zakonisht munduna me marrë konsultime për mjekëve, në vend të inteligjencës artificiale në këtë rast. E përdori, vetëm nuk është që e marrë edhe me seriozitet, konsultohen edhe me mjekun. Sipas mjekut familjar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Rushit Ismaili, nuk mund t'i rezistojmë gjërave të reja që vinë dhe që janë të dobishme si inteligjenca artificiale, por u bën thirrje pacientëve që çdo përgjigje ta marrin me rezerva. Zakonisht ka rezistencë gjithmonë për gjërat e reja, dhe përpara ka pas rezistencë kur ka dalë diçka e kohës, mirë po koha pastaj ka treguar që ne nuk jemi në gjendje të ndalojmë ato, kështu që pacientët janë duke i përdorur. Edhe tani aty duhet të ketë një farë kujdesi, sepse ndonjëherë edhe bëjnë keq interpretimin e informatave që marrin nga inteligjenca artificiale. Ismaili thotë se inteligjenca artificiale është e dobishme sa i përket informacioneve të përgjithshme për shëndetin, por ai bën thirrje që edhe nëse merren këto informacione, pacientët duhet ta kenë edhe një mendim nga mjeku. Gjithmonë edhe inteligjenca artificiale thotë që ju duhet ta konfirmoni, të këshilloni edhe me një burim tjetër, sepse mund të ketë gabime. Edhe ne kemi vazhdimisht gabime që të ballafaqohemi nga informacioni që rrjedh nga inteligjenca artificiale. Ekspertja e teknologjisë Konxhe Syla i tha se shumë njerëz po mbështeten te platforma ChatGPT për të marrë përgjigje shëndetësore, por theksoi se ajo duhet të përdoret vetëm për informacione të përgjithshme. Sipas saj, për shqetësime shëndetësore është e nevojshme të konsultohet një mjek. Platformat si ChatGPT janë shumë të mira për të dhënë informacione të përgjithshme shëndetësore, mirë po jo për informacione përfundimtare. Pra, nëse ti ke një problem shëndetësor edhe ja shpjegon simptomat e tua, nuk është mjek që të diagnostifikoj, ata nuk janë mjek të licencuar. Pastaj kanë mungesë të empatisë. Edhe kjo gjithashtu ndikon mënyrën se si të përgjigjet platforma. Pasi që inteligjenca artificiale po gjejnë përdorim edhe në fushën shëndetësore, në fund të vitit 2025, ChatGPT ka lansuar produktin e tij
ChatGPT Health për edukim shëndetësor dhe ndihmë për mjekët. Megjithatë, sipas ekspertëve, duhet të kemi kujdes në ato se çfarë kërkojmë dhe çfarë marrim nga inteligjenca artificiale. Pastrimi i segmentit të rrugës Mon Balaj nga Bora dhe Akulli përplasi komunën e Prishtinës dhe Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Temperaturat e ulta dhe rreshtet e Borës gjatë së dielës kanë bërë që qarkullimi në këtë segment të vështirësohet. E për këtë, Komuna e Prishtinës fajtore ka lënë MMPH-in, që sipas saj është në përgjegjësinë e kësaj të fundit, por ka theksuar se pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka vepruar për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Segmenti i rrugës Mon Balaj në Kodrën e Trimave është në përgjegjësi të Ministrisë së Infrastrukturës. Megjithatë, përballë situatës së krijuar, Komuna e Prishtinës ka vepruar menjëherë dhe me përgjegjësi, sepse siguria e qytetarëve është prioritet absolut. Pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka intervenuar mbrëm 2 herë në këtë segment rrugor, duke vepruar me vendosmëri për të parandaluar rrezikun dhe për të garantuar sigurinë në qarkullim, thuhet në reagimin e komunës. S'ka munguar përgjigjja e ministrisë. Zëvendës ministri në detyri MMPH-s Hysen Durmishi ka mohuar se ky segment është nën përgjegjësinë e tyre. Ai në Facebook ka shkruar se kjo pjesë është nën përgjegjësinë e komunës së Prishtinës, duke shtuar se ajo po ashtu ka ndërhyrë në këtë pjesë të rrugës duke vendosur pengesa. Siç e kemi theksuar edhe më parë, jemi të përgatitur dhe plotësisht të përgjegjshëm për mirëmbajtjen e rrugëve, që janë në kompetencë të ministrisë gjatë sezonit dimror. Mbrëm me fillimin e rreshjeve të Borës, ekipet tona janë aktivizuar menjëherë dhe kanë hedhur krip në të gjitha rrugët në përgjithësinë tonë, me qëllim të garantimit të qarkullimit të sigurt dhe të papenguar. Kompetenca e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor përfshin segmentin rrugor nga Brnica në drejtim të komunës së Podujevës, segment nga i cili edhe ka filluar realizimi i projektit të rrugës Prishtinë-Podujev. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e Borës kanë shkaktuar telashe për veturat në këtë segment rrugor, por edhe në shumë rrugë e rrugica brenda kryeqytetit, si dhe zonat rurale. Shikues të nderuar, për më shumë informacione klikoni në rtv21.tv. Mirupafshim.